Prodhuesi gjerman i makinave luksoze Porsche AG ka regjistruar rreth 3.9 miliard euro shpenzime gjatë vitit 2025, duke shkaktuar një rënje drastike të fitimit operativ të kompanisë. Sipas prezantimit të publikuar për analistët dhe investitorët, këto shpenzime ulën fitimin operativ të grupit me rreth 92.7% nga 5.6 miliard euro në vetëm 413 milion euro. Vetëm divizioni i automobilave pa një rënje edhe më të madhe, me fitimin operativ që ra me 98.3% nga 5.3 miliard euro në 90 milion euro. Pjesa më e madhe e shpenzimeve, rreth 2.4 miliard euro, lidhet me riorganizimin e strategjisë së produkteve. Rreth 700 milion euro të tjera lidhen me aktivitetet në sektorin e baterive, ndërsa një shumë e ngjashme është atribuar tarifave tregtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një komponent i rëndësishëm i këtyre shpenzimeve është vlerësimi i të ashtuquajtur goodwill, që përfaqëson vlerën e markës dhe potencialin e fitimeve të ardhshme të kompanisë në bilancat e saj. Vendimi për të rishikuar strategjinë vjen në një moment kur tregu automjeteve elektrike po përballet me sfida të reja. Modeli elektrik kryesor i kompanisë Porsche Taycan regjistroi një rënje prej 22% të dërgesave gjatë vitit 2025. Dobësimi i performancës së Porsche ka ndikuar edhe në kompaninë mëm Volkswagen Group, e cila raportoi një rënje prej 44% të fitimit neto në vitin 2025 në 6.9 miliard euro. Grupi ka paralajmëruar gjithashtu plane për të reduktuar rreth 50.000 vende pune në Gjermani deri në vitin 2030. Vetë Porsche pritet të shkurtojë rreth 3.900 vende pune, përfshirë edhe stafin e përkohshëm, ndërsa kompania përpiqet të përshtatet me ndryshimet e tregut global të automobilave.